që mund na ndihmoj. Unë do doja shumë që ajo ndeshje në fund të fitonim kam parë këto ditë kualifikimin e Skocisë botëror dhe të Irlandës në play-off. Dhe ai gëzimi atyre njerëzve minutë funit në pubet e Edinburghut, Glasgow-t, Dublinit, çfarë mrekulli ishte. Festë vërtet. Po çfarë mrekullie minutë fundit bën gola të dyja, se minutë fundit u kualifikuan të dyja. Plus atë në Amden Park, kush e di ti ke qenë në Amden Park? Jo, nuk kam qenë në Skoci. S'ke qenë atë kur lutem me Skocinë? Jo, nuk kam qenë atë. Irlanda i kishte shumë të rëndësishme sepse me barazim dilte Hungaria. Ndërkohë që Skocia ishte në avantazh në atë moment ndaj. Pash atë intervistën atë irlandezit që mori 3 golat. Mori intervistë direkt në brava dhe tha, nuk përveç se futbolli ishte mrekullueshëm, thotë, nuk dua asgjë më shumë tha se vendim, tha e filloi duke qarë. Po. Thënë atë ishte shumë Ishte don sikur të shkruash ëndra, don të shohësh ëndër të shkruash, ajo ndodhi atij. Luan 3 ditë përpara me Portugalin i bën 2 gola. Shkon në Hungari bën 3 gola në Portugalin. Pra do doja që edhe nëse të humbisnim duke festuar polakët kështu, pra ta çonin deri minutë funit atë gjën, pra se janë ca ndeshje që ti humbet ndonjëherë 2-0, e ke parasysh pa shije, le ta tentojmë deri minutë fundit, pastaj se çfarë do ndodhi, unë mendoj që kjo me Anglin që u zbra stadiumin. Mia, pastaj. Ajo pastaj është një Asaj të haja DJ shpjegim. Shiko, unë asaj kam një shpjegim, se dhe kjo është temë e vënd për të diskutuar. Shiko, një kohë, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në Europë, dhe në botë, në stadium shkonin tifozë të vërtet sportit. Pra shkote Gjergji, Ylli, që ishim në minorancë me shoqërinë. Stadiumi nuk ishte për këdo. Madje për shkallat e larta, për intelektual, për biznesmena, stadiumi ishte shumë e rëndomt. Dhe t'ishe